A është e vërtetë se kur lind fëmia duhet me la çdo ditë për 40 ditë me fe s'ekziston. Se çfarë është më e mira për shëndetin e fëmisë, si duhet më e mira për lëkurën e tij, kjo është çështje pastaj që i takon pediatrisë ose mjekëve specialistë. Për shembull, kam pasur në kohët e mëparshme, e lajshin fëmin për ditë dhe te uji i ngrohtë i hidhshin nga i kokë rrvezë. Dhe normalisht dihet që veza ka proteina, ka vitaminën E etj. Dhe e lajshin fëmin në mënyrë që lëkura e fëmisë të ushqehet, nuk ka asnjë problemi. Por me fe nuk ka lidhje, me fe nuk është se ka lidhje, pra feja e kalon këtë çështje në atë që është më e mira që vërtetohet se çfarë është më e mira veprohet.